Mirë, jemi në studio. Unë në fakt sa po votova në sondazh do isha bërë që ditën e dieshme, por duke marrë me le të themi punën për rutinën e përditshme. Dhe e thash diçka të tillë, sepse të gjithë ata që për temën e ditës që po e shihnin këto momente në ekran kanë një mendim, por nuk duan telefonojnë në studio, nuk kapin dot linjën etj. Por duan të japin një mendim, një opinion. Mund të shprehen edhe në sondazh.tv me vot, pra le të themi është sondazhi pak më i ftohtë, mendimin e përktheni në vot. Diaspora po vendos, diaspora po voton, këtë diskuton pak edhe dje, por ju pyesim konkretisht sipas jush me perceptimin, parashikimin etj. Sa përcaktuese do të jetë vota diasporës më 11 maj. Janë 472 vota deri në këtë moment në sondazh.tv. Rreth 32% e atyre që kanë votuar, jo 32% le të themi gjithë shqiptarëve etj. Por e 472 personave që kanë votuar thonë që vota diasporës do të jetë shumë përcaktuese. 61% thonë që do të jetë pak. Pra nuk e mendojnë që të ketë ndikim shumë të madh, dhe diçka më shumë se 7% kanë zgjedhur alternativën, nuk e dinë, nuk e kanë fakt një mendim të qartë se si mund përkthehet vota diasporës, duke qenë që në këtë mënyrë është dhe për herë të parë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urdhroni përshëndetje, vijojmë me telefonatën e parë për mëngjesin e sotëm në studio patjetër. Mirëmëngjesi. Përshëndetje edhe një të bashkë. Përshëndetje edhe për ju. Zoti Andi. Urdhë. Diaspora do ndikoj, patjetër. Sepse janë vota që dërgojnë për të mirën e këtij vendi që ata e kanë lënë. E dyta, është kryesorja që asnjë politike, asnjë parti politike nuk e ngre me të madhe pasuritë kombëtare. Sepse ta po abuzojnë ujin e pishëm. Për që unë e kam përdhe, i bëj thirrje kryeministrit sepse pa prapë ky kryeministri që kemi sot do ta marri prapë, do ta udhëheqë këtë vend. Sepse është i mençur. Iu kjo. Prandaj i bëj thirrje që të gjithë pasuritë publike t'i kalojnë shtetit dhe kontrollohet shumë mirë. Se pa e pim ujin 200 lek litri. E pa e këtu në vendin e dytë në Europë për ujë është. Tjetër, si duket përgjithësi kjo fushata edhe me premtime, takime etj. Premtime vetëm këto gjërat, më të bëj premtim, ujin e pishëm, korona publike të kalojnë atje kaq, dhe të tjera të bëhet 500 euro pensioni. Nga ne që kemi punuar që jam 70 sot. A kupton? Të lutem shumë, kemi punuar në meteorologji. Meteorologjia ka qenë meteorologji e zezë, jo e bardhë. Edhe në pension që është arash. Andaj, kjo është problemi, nuk është problemi tjera. Të tjera të Edi Rama i ka dhënë në vi, edhe i vëjnë në vi. Edhe vemi në Europë, pa merat, pa frikë. Okej, mirë, faleminderit. Faleminderit juve vetëm këta. Sepse po pim ujë, ai vetë shumë drejt, po nuk është vjen na Shingjeji, të vi boti, çdo të bëja. Nuk është vetëm ujë në fakt, mos Shqipëria ka pasuri kombëtare të tjera, por po të gjitha pa të pesat i po them ujë, minerat, pyet, energjia elektrike janë 5 burime kryesore që kishte shteti në atë kohë. Që dhe energjia nga ujë para shumë në vjen me sistemin që kemi. Mirë, të lutem. Ne jemi vënë me pasur në botë, po. Faleminderit. Ne jemi më fukara e botë. Ai pastaj respekt. Faleminderit, përshëndes se të menaxhoj kohën dhe të marr sa më shumë opinione. Duke qenë që edhe Zotrin e pyeta pak për fushatën, dhe e lexova në shqiptare.com dhe po e ndiqnë ditën e dieshme patjetër në programin Pyetjet nga Baba Rama. Atë se çfarë tha Kreshnik Spahiu, dhe ashtu mu duk, në fakt pak a shumë mu duk si u gjeta veten. Kreshnik Spahiu dje ka thënë që kjo fushat është e ftohtë dhe pa entuziazëm dhe në sheshe ulën në karrige si në kinema. Për vërtetës edhe personalisht ne kemi ndjekur edhe për shkak punës shumë aktivitete që jo ndonjë entuziazëm, kush e di, bëjnë sikur tondin ca flamure, sikur brohorasin, po ka pasur fushata shumë ndryshe se kjo, të paktën deri më tani. Mirëmëngjes. Si keni një? Përshëndetje, mirë në përgjithësi, ju dëgjoj. Të lutem, më fokuso vetëm tek diaspora. Po, normalisht, se ne kemi kufizime dhe këtë e kam një gjurë. Po, keni kufizime, po ju dëgjoj, vetëm tek diaspora, të lutem. Vetëm tek diaspora. Do t'ju thoja
qytetarëve dhe të gjithë ata që nuk kanë forcë tjetër, vetëm forcën e votës, të vendosin pullën e kuqe, kur del kryeministri i vendit tem, vendit tënë, si keni me dhënë 98 kur del kryeministri shqiptarëve si i fton 2 herë fëmijën e vet, futi në Google, shkruani emrin tem dhe u dal Lakuriç. Dhe kjo një ftesë që o ban marrë shqiptarëve, ja u ka bota 12 vjet, pavarësisht kush nuk e shef. Kjo një ftesë që u ka bërë se herën e parë u ka thënë me kriminela marr pushtetin. Herën e dytë ju ka thënë duke mbledh çdo lloj servinet prapë do të qeverisi. Dhe herën e tretë me 2 herë fëmijën e vet. Un jam prindër, jam shumë irrituar për këtë gjë, që nuk e vëre sa kryetëm e ditës për shqiptarët, sepse nuk i lejohet një njeriu që ka qeveris vendin dem 12 vjet. Zotëri, atë sa po thash? Fushata, Gjuhaq Përdoret e tjera, atë sa po thash? Fushata nuk ka me dalë dëthjasht para fëmijëve tuaj. Fushata është me fol dhe mund premtosh çdo gjë. Por asnjëherë duke i ftuar me dal aty në Google se keni me mëgjet mu Lakuriç. Një njeri i pa kur i farë moralit shoqëror. Dhe është me keqja, kur një gjë këta qytetarë prapë votojnë, se në përgjithësi andi, çdo njeri voton atë familje si ashtë vetë ashtu. Dhe nuk mundesh me kemë ndryshe. Jo, të lutem, jo për t'i përgjithësuar. Jo, se këtu drejtove një farmëre gishtin të gjithëve, jo për t'i përgjithësuar. Tani, ata që... Jo të gjithëve, ata që kërkojnë dhe... Po ata që votojnë, pra, tani, ata që votojnë, po kur thash të gjithë, jo të gjithë shqiptarve, po të gjithë ata që votojnë. Se u thejë që ashtu janë në familje dhe... Njeriu kur ta me zgjidh diçka, gjen modelin e vet. Dhe njeriu kur gjen modelin e vet, si duhet të jenë parimore kjo, atëherë gjen modelin e vet. Dhe nuk po ju drejtohem ndryshe, dhe çdo njeri gjen modelin e vet kur lejon ta lloj njerëzish. Sa do të ndikojë diaspora? Sa do të ndikojë diaspora? Unë shpresoj se do të ndikojnë çdo njeri si ka drejtën e votës. Unë shpresoj se do të nikojnë diaspora, do të nikojnë shqiptare, do të reflektojnë çdo kush. Unë shpresoj se ringjallja këtij kombi. Unë shpresoj se ringjallja është bazë për një komb. Si dën me jetua. Faleminderit. Dhe unë shpresoj mi gjithë atë i malli Zoti inshallah vendor mi këtë popull në falimendim. Faleminderit, përshëndes për telefonatën. Ecim me një tjetër opinion. Nuk ka kufizim për si person, por në një farë mënyrë ka menaxhim dhe moderim. Dhe kufizim. Okej, se dola mohova të që se po thash, po kur them kufizim, për dikëri që fletë më shpesh, pak më shkurt. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Të përshëndes dhe të uroj një ditë mbarë. Si u gdhive? Dukesh kështu sikur si e në humor, ose nuk e di gjithmonë kështu dukesh. Shqyqy zotit jam mirë. Shumë mirë, shqyqyr. Si ka unë jam si djali i ri. Shqyqyr, mashallah, mashallah. E ka pa hundën me dorë. E ka pa hundën. Mos të marrë mësysh. Më thuaj. Ta si përsa e përket asaj diasporës, ajo diaspora shikojt i kemi parë, edhe në për ekrane. Ky shkon me 20 autobusa në Greqi, edhe tali vetëm ata 20 autobusa, nuk dalën ata emigrantët që janë në Greqi. Dhe sa kur vete tali unë në Greqi, nuk vete me autobusa, se s'ka leka për autobusa, vete vetë. Edhe dalin tërë grekët, tërë shqiptarët që janë në Greqi, të tërë dalin e bërrasi për salinë. Ja, kjo është bote diasporës. Kuto që ka vajtë e dirama, ka marrë me vete patronazhistët. Tati, unë e përshëndes të Shkodranin. Jo 1%, 2%, po 1% e përshëndes. Se fletë realitetin. Andi, po qanë ato fallasholeqe të kryeministrit në Kavaj. Që është kjo më dafi tishko a ju me porno. Me Lakuriç, që që tha a ju, po kërë bura ju përqarësh më. Pa e shkuj ministra përqarësh më, po është tek e mburë më. Po është turp i botës më. Kjo mësoj fëmive të shikojnë Lakuriç. Ta shu e dha vetë me kojnë e tje e foli. Ta abdish këta që shikojnë që dalin Lakuriç. E po qa pres këtë popull pasaj? Ka që budala është që t'i api votë këti njeriu? Nuk e ti valaj, nuk e marrëvesh. Popullë shka për se shpo. Ky vete në tipër shambura. Vete andeja shambura. Vete këte shamburat. Po ku janë këta burat e marxismë, që nuk vete njëre të asë e kokën. Se buri për një nderon. Ka një këta burat, s'ka bura. Ja kam vedhur gratë.
Po kjo është turpi botët, more, ky karnaval. O, popull, mirë do shaj lirmit, o, popull o budalla, popull budallash. Se ky popull gënjet për një përqesh me Trahan edhe o bura, na votët. Gënjet për Peslika dhe na votët. O, popull, mendoni për fëmijët tuaj, ore, se po ngorti pa fëmijë. Si i thoshin që moti, me fëmijë e pa fëmijë në shtëpi. Ikën e tërë fëmija, po ngorti ne pejtë pa fëmijë. Në me që ta kthejnë fëmija këtu, fëmija do t'ikin dhe pejtë që janë që këtu më se umërzitë nga këj njeri. Nga do t'a vesh vetën këtë del, nga do t'a vesh vetën këtë del. Me porno, me karnavale, me ofendime, jo bufikënetës, po kë kanali gjirizave tuare të zeza, kë miu jurave zeza. Nuk është miu jurave zeza kë, vetë ajo që ka bufikënetës. S'ka këneta o tha, tërë bubët ka matur në marësi. Nësa kanalet e mirave të urave zeta nuk janë farë, po janë me termin. Mirë. Faleminderit, përshëndes për telefonatën edhe për të menaxhuar kohën. Okej, nuk e faj se e përdor kryeministër për kryetari i Partisë Socialiste, po na u bë programi buf mi kënet moçal etj. Mirëmëngjesi. Po tek e fundit mirë keq, kjo është gjuhë që përdoret fushat. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Përshëndetje, ju dëgjoj me vëmendje. Përshëndetje. Të lutem, pse i man ata njerëz që flasin aq kot? Jo, zonjë, nuk jeni ju juri, apo edhe juri po t'ishit në një farë mënyrë, por secili ka mendimin e tij. Pse flasin kot sipas jush? Kot flasin, ose më saktë flasin kot sipas jush. Mirë, dakord, flasin kot sipas jush, ju lutem. Nuk jemi në komunizëm. Kjo është ajo një gjë që nuk sinqerisht nuk e duroj dot. Nuk di tani se po nuk e duroj dot, pra që të thuash flet kot ky, flet kot ai etj. Po flet kot sipas jush pra. Po sipas jush pra tani. Ju jeni juri. Ka një gjë. Dakord pra. Të kaloj etikën po. Me atë me remun. Po flet mirë, flet keq. Etika, jo. Etika. Më vjen keq se nuk do të drejtojmë një zonjë në këtë mënyrë. Por nuk e di, është një mundësi që na ka ngelur ky flet kot, ai flet kot, ai kështu, ai ashtu. Kush e vendos, është mendimi i tij. Mirë, keq etj. Dhe në bazë të atij mendimi mund përcaktohet formimi i gjithë secilit dhe etj. Njerëzit nuk janë të njëjtë, nuk duhet të jenë të njëjtë pra. Foli kot ky, foli kot ai, foli plot ai etj. Tani ju lutem. Foli Shkodrani, na çau kokën për. Okej, faleminderit zonjë. Nuk faleminderit. E mirë pritur në programet etj. Dhe kur nuk do të mbyll telefonin në program apo edhe një zonjë, po nuk e di, e kam dhe nga përditshmëria, edhe nga ide përditshme këtë, me gjithë njerëzit. Ky flet kot, ky kështu kështu, po dalë më kush e vendos, ç'a jeni ju që vendosni? Flet ky kot plot, është juria, nuk e di çfarë etj. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Ju lutem, ulini pak zërin e televizorit. Ule pak zërin e televizorit, të lutem. Po, direkt, më fal. Ajo që duhet të sot tamam si një vdekje në Shqipëri do ishte vërtetësisht situata që krijon kryeministri gjëra të paprecedenta. Që është më shikoni Facebookun tim me nder me bësjasht që jam unë. Ku t'ja tregoj mëmave, motrave, grave, kush unë se marrë vesh për ke ka fjallën, se vetëm në tubimet e ti, vetëm shumë graven, mos vlen se aty e ka hequr fletën fikut të ai dhe është bësjasht në është një nga turpet 2000 vjeçare dhe në kohën e Skllevëris nuk thuaj kjo. Çdo me thënë ky popull tani që ta licë dhe me të mëntënde. Do me thënë ne vuajmë vërtet nga sindromi që viktima dashuron gjelatin. Po mirë ne dhe pensionistët që nuk duan vetëm tjetë ai për shembull ose gratë, po refugjatët e zinj, ç'patën në Amerikë, në Kretë, në Itali, në Gjermani, kudo që presin aq me kur ai zuri me dru i tha kush do i pari thosh po iku njeri do të shuaj tyja fishin edhe fshatin. Kurse ky thot po ndonjë njeri këtu do të shuaj të gjithë. Do me thënë dhe me nuk do lë. Çdo me thënë ku është e vërteta jetës edhe për kësaj që do vëmë në zgjedhje.
Qërë duhet ky Satan, se ka lindur në 25 qershor që ka lindur Satani. Ky Satani vërtet, përse do të vi, kuj ka rezultatet të te këtu një pashaport, po e kanë marrë djemë të Shqipërismu, këto kujtet të nda i, dhe pse gëzon që të marri, si Kristat marri fondet 1 miliard euro dhe të përdori si do, jo të pregatitet për të zbatuar grup kapitujt, se po hym, se ai vetëm atë gëzon që të marrë të i bëj fyt, se dhe bishqeni do ngelemi dhe po hym me çdo mirësi, se ai përdor shnuk, përdor leka pa fund, të gjithë korrupton, të gjithë evropianët, që kë nuk ka korruptuar ai. Kur harryti tek ai amerikani vaj halli se ç'bën. Mirë, faleminderit të ndim e zgjata më fal, po duhet edhe panelet të organizohen dhe të vërtetojnë që do me thënë tregoni, shikoni mua më në Facebook, nëse dinim atë gjë. Ai na i tha, pse nuk e dënoni ju panelet drejt, penalisht. Është penale i mirë, o i mirë është penale. Po institucionet do të shohin, fakt, institucionet do të shohin. Të falenderoj për telefonatën, edhe mendimi që ndam në studio. Po tjetër edhe ajo e ditës djeshme që po përmendin shumë zonja dhe zotrinj ka të bëj me gjuhën që përdoret në fushat, të cilësuara edhe batuta, por është ajo që po përmendin zotrinj. Ku citoj, sepse në shtypin e ditës citohet, deti po më kujton kohën, le të themi kur dole Lakuriç ka thënë kryeministri, le të themi ndër tjere, në një takim në zonën e Kavajës gjatë ditës djeshme. Det Përgjegji shkruan, Det Përgjegji, po, mirëmëngjes anë, diaspora, thot, në këtë rast do tjetë me kulturë, ta përcaktoj mirë ndërshkimin ndaj faktorit politik. Përshëndes, ju përshëndes e unë. Sa përcaktuas, do tjetë vota e diasporës më 11 majës, për diaspora ka njësur të vendosë, pra ka njësur të votoj. Mirëmëngjes, përshëndetje, por diskutimin e kemi bërë shumë dhe gjërësisht se kaq. Urdhëroni. Urdhëroni, mirëmëngjesi. E kapët linjën, kënaqësi. Mirëmëngjesi. Ju lutem uleni pak zërin e televizorit tashmë. Uleni pak zërin e televizorit që komunikojmë shumë. Ka mul fare, s'ka. Okej. Ju dëgjoj me vëmendje. Jo në televizor këti. Jo. Jo, tani jo. Çfarë po? Tani. Po. Pa, najgo, dhe ja. Nuk arrit të kuptoj me ty si gazetar. Të njëjtët njerëz ti pret për ditë. Kam 3 muaj që nuk të kam kapur. 3 muaj. Do të jenë 100 ditë. Sa fillon, ti unë të pumbaj. Si shpjegohet, Shupenzë e ka për ditë. Ai Shkodrani kusheshe e ka për dit, ai Tepeleci për dit, ai Përmetari për dit, ai nga Gramshi për dit. Ne pse s'arrim ta kapim dot linjë për dit? Pse? Qënge shumë serioze dhe irrituar sot. Po, nuk, asnjë ditë pra se kam kap linjën. Si shpjegohet? Si shpjegohet që del Shupenzë e shanë me libër shtëpie? Që është i sharë dhe ai me libër shtëpie. Ja, lutem, unë po ju dëgjoj. Me libër shtëpie. Po ju dëgjoj me dëshirë dhe entuziazëm, po jo të ofendojmë njëri tjetrin, të lutem. Jeni edhe zonjë. Po, faleminderit që më dëgjon. Shqyr që pas 3 muaj do më dëgjosh ti mu. Po dhe ai zotri është. E del da bën propagandu. Saliu, Saliu është bërë shumë bukur se ka vënë atë kapelin e Trumpit. O zot sa i bukur është bërë. O perni e madhe. Qunë më të bukur nuk ka Shqipëria, si ai. Djalosh më të bukur. Po si vjen turp. Po qa do ai? Qa do ai? Qa do ai? Qa do ai këtu? Qa do ai? Po pse më të ragjine me budalliqe që flet? Me vrasje që ka bërë. Që bushte avionat nga veriu, ato helikopterët nga veriu që të ju vrisne qunat e jugut. E popullin e jugut. Që ne vishin nënat e jugut me të zeza. Qa do ai? Qa do ai? Qa do Dritani, Dritan Sheu, qa do? Qa do? Qa do Dritan Sheu Gjirokastër? Prap, kërkojnë të vjedhe dhe të bëjnë prap. Qa kërkojnë? E harron Dritan Sheu që e punu lushnjarët. E harron. Dhe shumë mirë ja bëjnë. Na erdhi një ditë lushnja. Me 2 rrugaq lushnjarë.
I thamë qurat e lushjes, nuk e dinim që kishë ardhë. Se të dinim të kishim bërë dhe i stupë për presha prapë, se atë meriton. Punojnë vetëm për gjepin e vetë. Turp të kenë. Jo se Edi Rama është i mirë, nuk po them që është i mirë. Po më të mirë nuk ka. Nuk ka këva tjetër, këtë veç. Do t'i ngopi dhe ata të rinjë të një të baha dhe ata si këta. Të vjedhe dhe këto të ngopën. Dhe ne pensionistën ngellim si qemi. Ore, si s'kan turp këta njerës. Turp s'kan se le, kona me leku në fund gjep ditjes, s'është turp. Iku kjo. Unë jam pensioniste. Dhe ma 96.000 leka. Në muj. Plus asaj. Na majnë dhe 10.000 lekë shërbirë. Na majnë dhe një 10 për çfarë? Dhe ta di gjithë. Për çfarë? Jo vetë. Debi e ujtit në 2015, na 2010, nuk e di që bëjnë, pa e kanë si racion këte. Unë marë 96.000 lekë, 10.000 lekë a japë shtetit, 1.86, paguj taks ndryqimi, taks pastrimi, paguj uj drita që hargjoj vetë, e që ngelin për mu me diabet, me zemër, me bicikletë, që ngelin për mu. Çdo të bësh me 11 maj, nuk të them më trego votën, po me gjithë këtë situatë, ose mendon se ndoshta zgjedhjet... Jo, në votën po e tregoj, nuk... Jo, nuk vetët votër fare, kam da truri, nuk vetët fare, ashtu në asë bashkëshortin. Ne 190.000 lekë marim 2 vetë. E kuptoj. Për qatë vete, për qatë. Nuk është turp. Mirë. Ta marri vesh dhe ujësjelë si lushnjës. Që çdo muj, ne na marrin nga 10.000 lekë, se për qatë ke debi, thënë. Kështë më pas jam debi para 15 vjetës, unë. Ku ke qenë të që si ke marrë para, zëtni. Se këtu ke lagja jonë ka qeni qezë publike, dhe jo s'kish asë rubineta si gjëfare, dhe ikte ujti si që do të qipi. Edhe mbushnit të të jo. Ditë natë nuk pushon të ujti ikte, edhe aty mbushim në qëkretës, se s'kishim ujnë për shpia, me koha, me kazana, me bitana. Mirë. Ta njëna majnë ujnëve. Të kuptova shumë qartë në gjithë që ka thatë, të gjova shumë qartë, besoj kone mjaftueshme e more, e niste kështu me spat të madhe dhe e irrituar dhe na kritikove, po ja, e shikon që u zbute. Të dëgjoj. Unë ne marim kohën. Kruës. Jo, nuk të dëgjova çfarë the. është në sharë me libër Jo. Legeni. Faleminderit, jo, të lutem. Mirëmëngjes. Ecim një tjetër telefonat. Uleni pak zërin televizorit, ju lutem, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ndje si kërkoj zotris. I kërkoj unë. Zonja. Ndje si kërkoj unë, pa tjetër si drejtues programi, por që... Mirëmëngjes, përshëndetje. Neve kjo është irritonje, po flasje, po s'flasje, po pse qa tha ije, po gjitha. Do më thënë, kam fajin unë, apo moderatori këti programi, që pse dikush i telefonon, ka ato mendim që ka i. Mirëmëngjes, zotri. Të dëgjoj, më thuaj. Mirëmëngjes, më thuaj. Lasë edhe pak për këtë zgjedhje. Pa tjetër. Majë me një majtë majë. Pa tjetër. Nuk ka ndodhë në asë një shtetë botë, nuk ka një president, një hej shtetit, më urzohë në revolta popullore, e me lonë 3.500 viktima në mëna shtetit vetë, e me pretendua prapë në orën po shtetaj, që janë fundi i botës. E para, e dyta, u shtydita me këta telefonus, djath, si shën ngi me ta, si shka të ba qef, ty e pas që qa kjo kasap, që ka vra, ka prej, ka shkatrua, a desh nërhyrja e kome të bashkume, natë e shtatën, me pru një divizion me ushtar, 8.500 ushtar kanë pru, për me vënot qëtësi, mësë me pas përplasje civile, mëna popullësis. Edhe e dyta, prap. Më të bo me të bërfabare, a i fatë mirë me diu në gërdec, e kur kush meret me ta, dhe shkojnë e luajnë si masa me miun. Herë thrasin, herë lëshojnë. Shkojnë me 20 janar, prap, u vranë 4 vetë. Në 2 mandatet, si patë kë, mandatin e po 92 dhe në 2005, në boni 97.
në 2005 deri që humbi zgjidhën në 2013, bojnë gërdecin e 10 januar sarë, merë për pushtet, dhe bojnë i që pa bame, ashtë e pa mujtën e. Atërën që ditë në me këta telefonuës si djatë kërësisht. E kuptoj. Që nuk e njohin se qanë kërë. Mirë, faleminderit zotrit. Përshëndes për telefonatën që në 1 minutë e pak kohë kemi të marrë edhe një tjetër opinion në këtë pjesë programit. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes, 1 minutë kohë, ju lutem urdhëroni. Mirëmëngjes jam dhe. Ju përshëndes dhe ju dëgjoj me vëmendje. Po pak shkurt, lutem për efekt kohe. Unë bëj një përshëndetje speciale për lidhjen gjithëre Sali Berisha. Ju uroj fiturën me gjithë shpirt dhe inshallah sa më parë me fiturë të bimshme. Dhe ta çojnë që rykën aty ku duhet. Mirë. Mirë, faleminderit zonjë, faleminderit, ju përshëndes për telefonatën. Nuk kemi më kohë. Në fakt, në pak sekonda shohim rezultatin e sondazhit më shumë për të kuptuar trendin, si mendojnë, më saktë çfarë mendojnë qytetarët, le të themi me gjithë ato që kanë parë dëgjuar deri më tani, sepse ne nuk po bëjmë llogari edhe statistikore e tjerë. Sa përcaktues do të jetë vota e diasporës, sepse do të jenë të paktën ose rreth 246.000 vota të shpërndara në qarqe. Në rreth 500 votues deri më tani, gati 32% thonë që vota e diasporës do të jetë shumë përcaktuese, 61% thonë që do të jenë pak, nuk mendojnë që të ketë ndikim shumë të madh. Vjen të votoni në sondazh pikë. Në studio vjen me programin e mëngjesit shtypi ditës dhe ju këtu në Report Televizion dhe do të kemi mundësinë që të vijojmë ende komunikimi së bashku për temën e ditës e jo vetëm. Ka njësër në fakt, vetëm 2-3 minuta më parë, rubrika bashkëbisedimi sy kryeministrit Edi Rama, por me atë që pash, ndodhe në teren, kjo dhe për shkak të fushatës, jo në zyre, dhe nuk ka një sinjal shumë të mirë, apo të qartë, apo të pastër, pra le themi ka edhe ngecje, ndoshta edhe për shkak se atje ku ndodhet, që ende nuk e di, në faktisht ishte një pamje jashtë në ambient në natyrë, ndoshta nuk ka, le themi, internet mjaftueshëm. Nëse do të rikthehet bashkëbisedimi sy kryeministrit Edi Rama, do të kemi mundësi që dhe ta ndjekim. Ndërkohë, vjojmë diskutimin së bashku dhe ju pyesim sa përcaktuese, mendoni, parashikoni se do jetë vota e diasporës më 11 maj. Diaspora ka nisur të vendos, pra ka nisur të votoj. Mirëmëngjes, përshëndetje. Regjia. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje zonjë, ju dëgjoj me vëmendje. Gazetarie. Po, gazetari jam në studio. Andi, po, unë jam. Dëgjoj tani, unë kam 1 muaj që kam folur, kam 1 muaj që kam folur. Ju dëgjoj me vëmendje, më thuaj. Nuk hapet tamam regjia, dëgjoj tani. Po, ju dëgjoj. Ju dëgjoj patjetër. Unë po shikoj shumë mesazhe për qeveritarët që shahen, lajen, po për popullin nuk u bëjnë që të gjithë. Se të tërë që janë në këllyshtë e verit. Po, vjoj të dëgjoj. More veç. Po. Prandaj, në lidhinin që ju si media, këta deputetët e këta qeveritarët, të bëjnë për popullin, po janë e sëmurë 83 vjetë, edhe porime 100.000 lek në muaj. Po? Edhe ato kërkesa që bëjmë neve, që ose në bashkia, që janë, nuk na i plëtsojnë. Kam 3 vjetë më kam të kurburi, dhe nuk më kanë dhënë dimën ekonomike që më takon. Tani se ke ka kryeministri, se ka bashkia, se ku që ka, nuk e gjejnë, do të. E kuptoj. Mirë zonjë, faleminderit përshëndes për telefonatën. Ju uroj jetë shëndet, ju uroj shëndet të keni së pari, absolutisht. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje, po ka disa çështje ka pushteti vendor, disa pushteti qendror, kështu janë ndarë ato. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Tani klasa politike shqiptare e ka humbur të drejtën e kandidimit që në 97-ën. Kush është shqiptar, plotësisht shqiptar me gjak shqiptari dhe i rrjedh akoma gjak shqiptarin për ta marrë, do ta kuptoj mirë
që të drejtën e kandidimit klasa politike shqiptare ka humbur që në 97-ën, mirë po populli shqiptar nuk e kuptoi ose pjesa tjetër e bëri qëllimisht dhe arritëm këtu mbas 97-ës ndodhen gjitha ato drama që s'është nevoja t'i përmendum këtu. Po? Sepse të gjithë i dim, edhe ne i dim, edhe ju si gazetar i dini. Ju vërtet jeni gazetar, po në të njëjtën kohë në radhë parë jeni qytetar shqiptar. Patjetër. Dhe duke qenë gazetar, jeni në një pozicion që i kuptoni më mirë nga të gjithë këto që po them unë. Tani, po të vëshre me kujdes në të shtypi i ditës, të gazetat, nuk lën gjë pa përmendur, nuk lën emër nga politikanëve pa përmendur, nuk lën histori kështu tha ai, kështu tha ky, për të mos përmendur emra se dihen, por unë nuk vëra aty të kjo që në përshtyp të shkruaj ndonjë thënie që kështu tha X telefonus, apo kështu tha X telefonus, apo kështu tha X telefonus. Tani, ma do mëndja se juve duhet të bëj përshtypje kjo si shqiptar dhe si gazetar, që të mos shkruhet asnjë gjë nga ato që themi ne në telefonata. Zotri, të lutem. Të lutem e bëjmë sepse tani ky program që ne kemi është të lutem. Po pra, ky program që ne kemi është fiks ajo që ju thoni. Dhe absolutisht ka një vlerë shumë të madhe dhe shtypi i shkruar. Por media televizive, televizioni, në YouTube, në rrjetet sociale që le të themi publikojmë bisedat që ne bëjmë çdo ditë, është zëri juaj, zëri qytetarëve, është edhe kjo bisedë. Tani ju thoni që këtë bisedë që ne bëm të jetë edhe në shtypin e shkruar, vendos shtypi i shkruar për ata. Ne kemi programin shtypi i ditës dhe ju, edhe shtypin e pak informacione, pak lëvizje mjetash dhe mbi të gjitha komunikimin me ju, e kemi çdo ditë. Më mirë se kaq nuk ka. Ti thua që mendimin tënd edhe në gazetë. Po dakor, nuk e dim tani, kështu e kuptova unë. Kuptova, mos e konsumo kohën. Të lutem, mos e konsumo kohën, kuptova. Unë nuk po them se ju se bëni punë mira apo një apo tjetër. Unë po them që këto probleme që zëri i telefonusve të dëgjohet më mirë, duhet i pasqyroj dhe shtypi i ditës. Ai nuk i ka pasqyruar pasqyron pa teknik, pa mundim, të kuptoj, por drejt për drejt në televizion, në YouTube që mund të dëgjosh në çdo moment, nuk ka më mirë, më ti thua duhet në gazetë. Dakor, okay. Faleminderit që të vjen. Ore nuk them, Ma thuaj. Më the që kemi bashkëbisedim. Po, ma thuaj. Shiko tash. Atëherë unë them këtë që po të bësh me kujdes për shembull klasës politike shqiptare nuk i bëri përshtypje fare në fillim që kur u paraqit ajo mënyra e zgjedhjes, sistemi zgjedhor, nuk pyeti njeri, po e bëri me marrëveshje me Saliu dhe vendosën këtë sistem zgjedhor që është komplet sistem hajdutësh, që kanë 34 vjetë që po e vje dhe në këtë popull. Ata, klasa politike shqiptare, që do të thot kjo? Ose që do të thuash me këtë? Me këtë do të them që ky sistem zgjedhore që është Shqipërinë këtu ku është, se nuk ma do më në mos të bje në sy ty një Shqipëri e tillë sot, do më thënë një Shqipëri e tillë vetëm qarqet Po i ngatron, nuk do as korrigjoja asgjë, po i ngatron gjërat ose më saktë po kalon nga diçka në diçka tjetër. Jo, kjo që ju po thoni tani. Më korrigjoj dakord. Po pra, jo, kjo që ju po thoni tani ndjes se është mendimi juaj etj etj, po me që po bëhet fjalë edhe për koncepte. Kjo që thoni tani është, unë e përkthej kështu, referendum të pyeten qytetarët e referendum për kodin zgjedhor apo mënyrën se si duan të votojnë. Kështu e kuptoj unë atë që thoni ju. Se ju tha që ata e bën vetëm me marrëveshje, pra po pse i bie nga pse unë ta kuptoj, po pse i bie kështu me kapdeshin mbrapsh. Se unë ta kuptoj, patjetër, nuk jam kot. Ore i bie sepse ata
Ure I bie sepse ata vendosën vetë sistemi zgjedhor. Eksakt pra. Po mirë mund me listat mbylla. Po pra, po e di. Të lutem, faleminderit. Faleminderit, përshëndes për telefonatën, ecim një tjetër opinion. Urdhëroni mirëmëngjesi. Sa atje ku ndodhet kryeministri nuk ka internet, e nisi rubrikën sy më sy, por le të themi ngjet si pamje dhe sinjali, kështu që të vijojmë absolutisht me kënaqësinë më të madhe për të ndarë mendime së bashku këtu në studio, në hapësirën e zakonshme që ne kemi me programin, por dyrën jam në rastisë edhe kryeministri në brenda programit tonë. Mirëmëngjesi, ju dëgjoj me vëmendje. Mirëmëngjes për Po. Për se ta ko dhe vëzit për ta diasporën që jetojnë jashtë. Unë them që nuk di se për kogotojnë tash në mërë burë, është dhe ashtë diaspora që janë jashtë. I diaspora që janë jashtë, kam regull për vete, pjesë ndërmuzi, ka bo pletrat, dhe përshojnë unë kam mërshpime, familja dhe jam regull. Unë nuk di për këtë do votojmë ne ashtë ata. A do votojmë për I parti fashiste që ka presh katorë Shqiprinë, 91, 97, 98, e vazhdimisht u shkatrur Shqipënia me gjithë shka pak me themel, u shkatrur me gjithë shka dej sa dhe kanale të i që u shkatrur. Apo votojmë këtë partin tjetër, partin kapitaliste, e cila punë vetëm për të hujtë, për ata të pashurit, e për të varë nuk ishëm me shyrë shkejt me kamë I talë për ditë, në talë për ditë në për mëdinjë. Leni thotë burat e shkojnë ka donë, po gras letre im të votojnë mua, burë letre im të, po pëse, talët me ne kërë, qanë këmë mërë, qanë kjo lojë mërë, qanë kjo fejë mërë më këtë sy, qanë mërë të parti që kërkojnë barë për mësete me nasionuan e, për 34 vite me vazhdo prapë me nasionuan e shqiptarë më burë. A ka shlish pasim qenë nga shqiptarëta, a ka shposër sa mu talë të me neja, ta kanë mu zhepat, e kanë mu zbon, ka dhe bosh me leke, ne jem po buke talë me ne. Po me e bosën thotë që do të bëjmë me Luk Vlerini. Nuk e të shkërë, ashtë nga këta zotëri që dojnë më arë në pushtet prapën, më najnë pushtet si qonë, e që 34 vite. Nuk përmenë njerë ushqimet, e ushqimet e gjithat kontiminuara me hormone, me vajpalme, me një seshte, me kja mesin e toksh, në mytën, në futën kanë qërë, në futën të morë, në futën gjithë kanë. Kur kush nuk folë për pensionisë, që në folë 200.000 leksit. Kur kush nuk folë për ata që rritën për disë. Kur kush nuk folë për ata që thërën për disë. Kur kush nuk folë për shkollën. Kur kush nuk folë për shpitalet, nga kumi për shtetarë. Pasër kam me vatu ashtë diaspora, shemur. O shpun kanë bërë diaspora, marë me vatu kërministin për mu të në Shqipëri. Për shkohin bërë kërministin edhe të që të i dhanë kukë që të edhe kanë 30 dite. Shpun kanë marë me ne, për kjo këtë. Jam për interes partive, ku jam. Mirë, të lutem, të të pyes shumë shkurt. Zotri, të të pyes shumë shkurt, se nisi dhe Rama, gjeti pak internet në një vend më të mirë atje ku është po. Në 11 maj, pret një ndryshim të madh apo pret një ndryshim të madh në 11 maj apo se po duket sikur do të jetë fundi botës se në një nisje e re etj. Apo s'do ndodhë një gjë kush e di. Po që absolutisht më filloj në shimi zdo vinë botë, do zhjenë votat, më pak do zhjenë, gjërë të që të vazhdimisht, ne dhe do jemi që ku jemi, Mirë, faleminderit, përshëndes.